Mjeku çudit të botën, qepa çdo ditë shëron këto tre sëmundje, ja kush duhet ta konsumojë menjëherë. Qepa është një nga perimet më të mira në të gjithë historinë e njerëzimit. Përdorimi i saj daton plot 3500 vite më parë. Për ekspertët, qepa është një nga ushqimet e klasit të parë dhe çdo person duhet ta konsumojë të paktën një qepë çdo ditë. Në këtë video do të rendisim disa nga përfitimet kryesore që do të marrë shëndeti juaj nga konsumi i qepëve në mënyrë të rregullt. Qepa është një përzgjedhje shumë e mirë kundër problemeve kronike, bashkë me shejkë dhe çajin e male që cilësohen si një ndër ushqimet më superiore për njeriun. Qepa renditet ndër ushqimet më të rëndësishme, të cilat duhet të shtohen me patjetër në dietat tuaja ditore. Para se të fillojmë, bëni një like videos dhe ju lutem klikoni subscribe, do të na ndihmonit shumë. Qepa ka aftësinë të parandalojë dhe është e dobishme gjithashtu edhe në trajtimin e një sër komplikacionesh, të cilat do të lërojnë shqetësimet e organizmit dhe do të sjellin ndikime të mira kundër problemeve kronike, gjithashtu edhe problemeve të diabetit të tipit 2 e të tjera. Qepa është e rëndësishme kundër problemeve të shkaktuara nga radikalet e lira, mikrobet dhe sistemi imunitar i dobësuar. Sigurisht, përfshirja e saj në dietën tuaj në mënyrë të rregullt do të jetë një përzgjedhje shumë e mirë ushqyese në dobi të shëndetit. Qepa arrin që të mbrojë shumë më mirë shëndetin tuaj të zemrës dhe të mbajë larg gjithashtu edhe komplikacionet e saj. Ndaj, nëse doni të merrni përfitimet në dobi të shëndetit, sigurohuni që të konsumoni të paktën një qepë çdo ditë. Qepa ul kolesterolin, pengon forcimin e enëve të gjakut, i bën ato gjithashtu më elastike dhe mirëmban gjithashtu edhe tensionin e gjakut. Për fatin ton të mirë, qepa ka aftësinë të ulë ndjeshëm nivelin e sheqerit në gjak, duke u bërë kështu një aleat e organizmit në betejën kundër diabetit të tipit 2 dhe të mbipeshës. Sigurisht që qepa nuk mjafton që ju të keni peshën më të mirë trupore, por duke ngrënë një qepë në ditë, ju do të përmirësoni shëndetin tuaj. Fale qepës, zbehet dëmi i yndyrnave dhe sheqernave ndaj duke ngrënë qepë, ju do të mirëmbani më mirë nivelin e sheqerit në gjak dhe gjithashtu do të lehtësoni peshën e trupit. Qepa është armiku i qelizave të dëmshme dhe mund të luajë një rol parësor të mirë në dobi të shëndetit. Ekspertët kanë rekomanduar se një njeri duhet të konsumojë me patjetër një qepë çdo ditë, duke e cilësuar atë si një prej produkteve më mirëbërëse në dobi të shëndetit, sidomos edhe në betejën kundër komplikacioneve. Sipas tyre, qepët e freskëta munden gjithashtu që të ofrojnë substanca të rëndësishme mbrojtëse për shëndetin e njeriut dhe lehtësimin e komplikacioneve të tij. Megjithatë, siç thot populli, është e rëndësishme që qepën ta konsumoni brenda sasive të lejuara, në mënyrë që ndikimet e saj në organizëm të jenë të menjëhershme dhe të fuqishme. Ekspertët thonë se përfshirja e një qepe çdo ditë në dietën tuaj do të jetë një mundësi e shkëlqyer edhe kundër luhatjeve të sheqerit në gjak. Kështu që nëse doni të shtoni qepën në dietën tuaj, përgatituni të merrni përfitimet e saj. Qepa është e mirë për shëndetin e zemrës. Qepa arrin të mbrojë shëndetin e zemrës më mirë se sa produktet e tjera. Qepa do të ulë kolesterolin e lartë, do të pengojë forcimin e enëve të gjakut, do t'i bëjë ato gjithashtu më elastike dhe do të mirëmbajë edhe tensionin tuaj të gjakut, duke u kthyer kështu në një aleate të mirë të organizmit tuaj. Qepa është një përzgjedhje shumë e mirë kundër problemeve të diabetit. Qepa ka aftësi të ulë ndjeshëm nivelin e sheqerit në gjak dhe gjithashtu të parandalojë edhe problemet që i kanosin organizmit tuaj, siç është diabeti tipi 2 dhe mbipesha. Sigurisht, përzgjedhja e duhur e qepës në dietën tuaj do të cilësohet sipas ekspertëve si një nga zgjedhjet më të mira ushqyese në dobi të shëndetit. Kështu që nëse doni të përfitoni prej saj dhe të mirëmbani më mirë shëndetin tuaj, sigurohuni që qepën ta keni pjesë të rëndësishme të vlerave të shëndetit. Qepa gjithashtu është armiku i qelizave të dëmshme. Ekspertët kanë rekomanduar një zëri se njerëzit duhet të konsumojnë në të paktën një qepë çdo ditë.
qoftë në formën e sallatave ose gatimeve të ndryshme. Përfitimet që do të merrni prej saj do të jenë mbreslënse në dobi të shëndetit dhe lehtësimin e komplikacioneve të tij. Kështu që, nëse doni të merrni përfitimet e saj, sigurohuni ta keni pjesë të dietave tuaja ditore. Qepa dhe hudhra janë elementët kryesorë të një ushqyerje të shëndetshme. Shumica e gatimeve ka nevojë për qep dhe për hudhër për një shëndet më të mirë dhe efektiv. Ndaj edhe ekspertët të rendisin qepën si një prej përzgjedhjeve më të mira në dobi të shëndetit dhe lehtësimin e komplikacioneve të tij. Duke ngrënë në qep, njëkohësisht do të merrni bakterie të rëndësishme për organizmin në lehtësimin e komplikacioneve të tij. Ne preferojmë që të mos mendojmë shumë për bakteriet. Ato na bëjnë të sëmuremi, por jo në të gjitha rastet. Gjithashtu, kemi një sasi të mirë të bakterieve të cilat jetojnë brenda trupit ton, duke na mbajtur më të shëndetshëm dhe më të plotë. Qepët përmbajnë fibra prebiotike të cilat janë të mira për shëndetin e zorrëve. Ato mbajnë të shëndetshëm florën bakteriale të zorrëve tuaja, duke rregulluar kështu edhe nivelin e bakterieve, duke i kthyer qepët në një prej elementeve më të mirë ushqyes në dobi të organizmit dhe lehtësimin e komplikacioneve të tij. Ekspertët thonë vazhdimisht se një qep e shtuar në dietën tuaj mund të cilësohet një mburojë e mirë në dobi të shëndetit dhe lehtësimin e komplikacioneve. Qepa është e mirë për shëndetin e zemrës. E pasur me element të mirë ushqyes. Sipas studimeve, efektet e qepës në gjakun tuaj janë të larmishme në lehtësimin e këtyre komplikacioneve, duke sjellë kështu rezultate mjaft të mira ushqyese në dobi të shëndetit. Ekspertët thonë se qepa është një zgjidhje shumë e mirë ushqyese kundër mpikjes së gjakut, duke ju ndihmuar në këto raste edhe në stabilitetin më të mirë të tij. Qepa, sipas Healthline, është një nga produktet më mirëbërëse në dobi të shëndetit. Përveç kësaj, padyshim, ajo nuk do të ndikojë në rritjen e niveleve të kolesterolit dhe krijimin e komplikacioneve të tij. Prandaj, sigurisht, përfshirja e kësaj perimeje në dietën tuaj do të cilësohet sipas ekspertëve si një nga zgjedhjet më të mira ushqyese në dobi të organizmit. Ekspertët thonë se qepa është një produkt fantastik edhe për ata persona të cilët kanë rritje të sheqerit në gjak. Studiuesit kanë zbuluar se nivelet e sheqerit në gjak tek personat që kanë konsumuar qep janë reduktuar ndjeshëm, duke i sjellë atyre përfitime të larmishme në menaxhimin më të mirë të luhatjeve të sheqerit dhe lehtësimin e komplikacioneve të tij. Qepa është një përzgjedhje shumë e mirë ushqyese në dobi të shëndetit. Ajo mund të lehtësojë një sër komplikacionesh dhe të rrisë gjithashtu rezistencën e trupit. Qepa ka pak kalori dhe është e mbushur me vitamina dhe minerale, shumë të rëndësishme këto për mbrojtjen e shëndetit tuaj. Ato përmbajnë vitamina C, të cilat mirëmbajnë shëndetin tuaj dhe lehtësojnë komplikacionet dhe ndihmojnë në përthithjen më të mirë të niveleve të hekurit. Janë burime të mira të vitaminës B dhe folatit, shumë të rëndësishme këto për prodhimin e qelizave të reja dhe lehtësimin e komplikacioneve të tyre. Përfshijeni qepën rregullisht në dietën tuaj dhe do të merrni përfitime mbreslënse në dobi të shëndetit dhe lehtësimin e komplikacioneve të tij. Qepa do të përmirësojë kështu edhe shëndetin tuaj të zemrës, duke lehtësuar edhe problemet e saj. Konsumi i qepës do të ulë riskun për të vuajtur nga sëmundjet kardiovaskulare, pasi ato kanë në veti të mira antioksiduese që do të bëjnë një rol ndikues pozitiv në mbrojtjen e shëndetit dhe lehtësimin e komplikacioneve të tij. Sigurisht që qepa është një përzgjedhje shumë e mirë në dobi të shëndetit. Për sa kohë konsumohet brenda normës së lejuar, përfitimet e saj do të jenë mbreslënse në dobi të organizmit. Qepa gjithashtu është shumë e mirë për shëndetin tuaj të kockave. Qepët luajnë një rol fantastik të rëndësishëm për kockat tuaja, duke lehtësuar komplikacionet dhe dhimbjet e tyre. Kështu, efektet e qepës në dobi të shëndetit do të jenë të menjëhershme dhe të larmishme. Sigurisht, konsumi i saj si një mënyrë fantastike do të ndihmojë edhe në këtë aspekt. Ekspertët thonë gjithashtu se qepët janë të mira dhe një e i rritur mund të konsumojë të paktën një qep në ditë për të marrë përfitime të rëndësishme të saj. Vëmendje, ju bëjmë me dije se informacionet në këtë video
kanë për qëllim që të plotësojnë, të mos zëvendësojnë në këshillat e mjekut tuaj ose ato të ofruesit të kujdesit tuaj shëndetësor, dhe nuk kanë për qëllim që të mbulojnë të gjitha përdorimet e mundshme, masat paraprake, ndërveprimet ose dhe efektet e tyre negative për shëndetin tuaj. Pasi ta dëgjonit këtë video, do ju ftoja t'i bënit like dhe ta shpërndanit atë në profilin tuaj në mënyrë që të informohen dhe miqtë e tu.